Desha t'i them, zoti president, ne jemi kënaqur që jemi kërkuar në ti, edhe do të jemi, edhe ka marrë me kënaqësi me këtë fjesën që t'u tregoj të tjerëve se ne do të konkurrojmë, do të bëjmë luftë politike, po mos shpresoj dikush se do të bëjmë luftë personale, do të bëjmë luftë deri aty sa mund ta preket interesi kombëtar. Na e dim rregullën e gramatikën politike, edhe do t'i shkojmë deri në fund përpjekjeve tona që t'japim kontribut gjithashëm që t'i realizojmë ato për çka ju jeni zgjedhur si president, edhe për çka është deklaruar populli ju. Unë besoj se po shpreh mendimin e gjithëve, edhe një herë po e konfirmoj se do të përpiqemi në suazat e këtyre mundësive tona që i kemi bërë deri sot, që të japim kontributin tonë, që të punojmë më mirë, edhe ju thras juve si kryetari i partisë, që të keni menen se tash e kemi menen të punojmë shumë seriozisht. Edhe i Kosovës, ajo tjetra e Republikës. Po si kryetari i partisë, po ju thras që të mos mbeteni pa antar partisë, sepse unë e kom marrë udhëheqjen e partisë. Edhe do t'ju bëj konkurrencë të madhe. Njerëzit që dorë me punu të tërheq, veç e kom shtim regjistër edhe Femia Ganin, edhe Sapri Hamidin. Kështu që nëse mendoni me metën së jemi politike, atëherë kemi kujdes se ky vit do të jetë vendimtar. Asa për ato të Republikës, ja kemi dhënë votimin, ato të ta keni. As si kryetari i partisë, po them jemi në garë, të bëjmë garë. Dhe unë ju uroj zgjedhjen e kryet partisë parlamentare, do dëshiroj edhe një bashkëpunim më të mirë me do ta kemi bashkëpunimin në formën e konkurrencës. Lufta politike, edhe pse në këto kushte që jemi në një kazan, si thonë, në një fjallë matull, por të shkojnë e kalojnë, lufta politike për me po ma mirë, për t'i avancua të që kemi bërë, dhe natyrisht, në të thëmë një fjallë tjetër, jo çështja kombëtare, po çështja e tokës është çështja e tokës. Dhe po ashtu kjo duhet vlej për gjitha relacionet dhe raportet, edhe në Kosovë, edhe ndër shqiptarë. Në të thëmë tash në planin ndërkombëtar, në falë përse trapazonin e kem ka përcy. Po. Edhe komrimi, nëse kemi të qartë gjitha, ose punë i orës. Kem ka përcy të shqim nivele më të nata të vitet në fjallën e mesele, si diagonat. Thonë latin, agi kod agis e drespic e finë. Vënë s'ka të vësh, për shikove marimi. Kam një forcat për bashkëta dhe në men të të përpisjemi që se cili gurë, se do të bëhet mërë ka pak një mojmë të nërtesën e përbashkët. Kryetarit që i urojmë shnet para gjithësh, që nërushme një, edhe nga një herë rrushtin e fortë. Po profesor, po mos ndalin madh një ka një, me dalë bashkë. Ademi ma tek, mos jetë arti, e ka peshin në madh Ademi. Ademi e kalon qajnë e malit të kopinimist, sikur presidenti. Mos ka zërë. Një demokratizuar. Na mendojmë që atësia jone dhe LDK-s e dhe Julia të gjithë jemi me një drejtim. Vetëm është puna e mënyrës të organizimit, e mas mirë kjo është ju kryetar me ullë dhe më përcaktum për çfarë mënyrë mos bojmë në opinion do kështu lora se s'kemi nevojë. Ajo në dëshira e në personale. Apo në të president të thamë në dy fjallë që në partive politike. Na jemi për në me sindikat të organizatë jo politike. Po hiç mos mban shpresë këta të politikës se nuk na intereson politika. Ka herë, edhe shumë herë, do t'japim në njëherë vështrim edhe na, që organizatë jo politike më sumetet fati. Kështu ta vazhdoj gjithë. Pa ca i se dash atë ta ngullë edhe një flamur atë në shatë bëjgore, se tash e kemi ngullë këtu. Do të mësohem edhe do të kemë dy shtete, dy e gjyse tjera. Kjo është detyre brezit tonë dhe brezit tri. Çështjet tjera mbeten për gjeneratat e ardhshme, pa degëzuar edhe
Sonte është ditë e ri, s'po e lali ma shumë. Ja, faleminderit edhe për kaq, faleminderit. Ditën e mirë.